Në një kohë kur teknologjia gjithnjë më shumë po merr vëmendjen e fëmijëve, ka ende autorë që luftojnë për të ruajtur magjinë e librit. Një prej tyre është e ftuara ime sot, ajo është Shkëndijë Ibishi Shala, e cila përpiqet që nëpërmjet rrëfimeve të saj të krijojë ura për fëmijët mes realitetit dhe fantazisë. Përshëndetje Shkëndijë, kënaqësi që të kam këtu. Kënaqësi që jam sot, faleminderit shumë për ftesë. Për mua është kënaqësi e dy fish që të kam këtu, e para sepse je autore librash, i adoroj librat, dhe e dyta je autore librash për fëmijë që kam akoma edhe më shumë nostalgji ose më shumë dëshirë që t'i shoh këta libra për fëmijë, sepse më kujtojnë fëmijërinë time. Shumë bukur. Më trego pak për veten, cili ka qenë kontakti yt i parë me librin, fillimisht si lexuese, po them? Faktikisht si fëmijë i vogël, nuk është se kemi pasur shumë libra në shtëpi, por domethënë Abetaren është libra e parë që mbaj mend. Domethënë kam filluar në Kosovë, vitin e parë shkollor, vitin e dytë. Pastaj për shkak të luftës të Kosovës ne u larguam nga vendi. Dhe prapë Abetaren, masi babi shkoi në Kosovë për të vizituar, ne ka dërguar prapë Abetaren në shtëpi. Domethënë Abetari është një ndër librat që mbaj mend. Të paktën në gjuhën shqipe, por këtu kur fillove që të lexoje në gjuhën angleze, pra librat për fëmijë, ai kontakti i parë që ke patur si fëmijë me një libër që ishte libër jashtëkollor. E mban mend si ka qenë ajo magjia ose ku diun imagjinata që të ka zhvilluar libri që ke lexuar për herë të parë? Faktikisht për shkak se domethënë me që më larguam nga lufta, domethënë jam kanë 9 vjeçare. Kur kam ardhur këtu, domethënë prap jemi kanë domethënë si familje jemi kanë survival mode që thonë tek në test. Domethënë pika domethënë dopta që domethënë jam kanë të zhvillu. Për këtë arsye nuk ka vetë që kam shumë libra kështu nga fëmijëria. Faktikisht në kamp, në Borden, kur patum ardhen në përkthyes të Shqipërisë, më pa në dhanë në fjalor. Edhe atë gjë shumë e kam vlerësuar. Domethënë isha në vend huaj, gjuhë këtë tjetër. Ato shumë e kam vlerësuar, besoj që ende e kam. Atë fjalor. Atëherë ke qenë në një moshë pak më të rritur se sa fëmijë që ke lexuar një libër për herë të parë që të ka zhytur në magjinë e tij. Cili ka qenë momenti i parë që vendose që atë magji që kishe marrë t'ia dhuroje të tjerëve, pra të filloje që të shkruaje libra për fëmijë? Faktikisht për shkak se që ka ndodhur jeta ime, domethënë nuk është se unë nga fëmijëria me kom pas ndonjë magji që kom përcjell, po me kohën domethënë të zhvillu edhe jetave të tilla. Domethënë djali im kur ka lind 2003-ën, ai ka qenë frymëzimi për shkrime për fëmijë. Si të lindi ideja që të shkruash për të? Ishte një fëmijë që ishte kurioz, që doje që t'ja mësoje gjërat nëpërmjet pikturave, po them, ose fjalëve që shkruaje në libër, si nisi? Në faktikisht, Dera e Çudisë apo The Door of Wonder. Kjo është libra e parë, domethënë. Edhe ideja ka lind pikërisht, domethënë djali është mëngjes, ka shkuar te dera, ka trokin der, me shpresë se ja hap dikush derën dhe me dal. Edhe ato për mua e kam vërejtin që për të, domethënë çdo sen është magjike për të, ndaj asaj derës, është për hera e parë të zhvilluar, të përjetuar çdo sen. Dhe ti këtu ke përshkruar shumë bukur momentin që djali yt vjen, troket në derë, por mami është akoma e lodhur, nuk mund ta hap derën akoma dhe i duhet që të ri akoma pas derës. Por pasi ke shkruar këtë libër, se çuni është akoma i vogël, djali është i vogël, në momentin që ja ke lexuar ose ja ke treguar, si ka qenë reagimi i tij? Kur e kam botu librin ka qenë 2024, domethënë 1 vjet e gjysmë ka ngjali atëherë. Tash e bën 3 vjet në maj, me 10 maj. Domethënë o ka një moshë kaq i vogël se që sikur rrit me ta, nuk e do këtë diçka interesante se veç domethënë ka filluar shumë moshë e vogël edhe prapë kanë erdhur kur jashtë i thamë mami, edhen ti kë është mami kë jetë, pak edhen e hutun, pak edhen më shikon. Po në fakt s'ka faj se ato janë piktura aty dhe nuk është se janë foto dhe që të shikojnë ngjashmërinë. Po për sa u përket vajzave, sepse vajzat janë në një moshë pak më të rritur, si e kanë pritur ato faktin që nëna e tyre po shkruan libra për fëmijë, edhe pse dedikuar libri i parë djalit, vllait të tyre? Po,
librin e parë kur shkrua, do të thënë s'kam pas ide të publikimit, as që më ka shkuar ndërmend. Do të thënë vetëm ashtu më ka ardhur, natyrshëm edhe kur shkruaj. Pastaj e kam lënë dosje për një periudhë gjatë. Tani me një dark, vetë që printova ashtu edhe lexova. Edhe dy vajzat e pëlqyn, edhe bashkëshorti ashtu. Edhe tek pas atij momenti më ka ardhur ideja dhe pse mos ta botoj. Dhe si ka qenë që nga ai moment, si ka qenë krijimtaria jote? Pra, çfarë të është dashur që të frymëzoj, edhe nëse themi që është e vështirë që të shkruash një roman dhe nganjëherë kërkon 1 deri në 2-3 vite që të bësh një punë të mirë dhe cilësore, me librat për fëmijë, ndoshta është më thjesht, por ndoshta është edhe më vështirë sepse duhet të zgjedhësh fjalorin, duhet të kesh shumë kujdes me mesazhin që përçon, sepse duhet të shikosh si ndikon aspektin emocional, psikologjik të fëmijës. Sa kohë të duhet për të përfunduar një libër, po thënë? Mu përfësisht, do të thënë prej momentit që vendosi që libër du me përcjellë dhe ndaj në botem, dykon 4 deri në 6 muaj. Do të thënë më pari shkrimin e bëj, ka njerë ndodhë që shkrimi, do të thënë ende kam dosje që janë me vite që qëndrojnë atë. Të ardhmen ashta, dhe do të atë spëllojmë tutje. Po. Edhe me përcjellë deri në fund që me botu. Ka nevojë për redaktim, ose mendojnë që mesazhi që po përçon ndoshta duhet gjetur një mënyrë tjetër se si do që ta përçosh mesazhin, pra s'ke gjetur fjalët e duhura? Për çfarë të kanë ngelur që i ke akoma si dorëshkrime? Është, do të thënë, të janë 4 libra, do të thënë kam edhe një tradhës. Vetëm që shohën personalisht, cila e vlerësoj më shumë që ka rëndësi që dhe du të jepi, do të thënë ta shtyj pak më shpejt se sa tjetra. Do të thënë libri im i fundit, çfarë mund të shohin fëmijët, apo What May the Neighbors See, lindi nga ideja duke luajtur me djalë. Do të thënë kemi kuzhinën edhe it's like an open concept. Pastaj, do të thënë gjatë zhvillimit sa po i mor kamt, do të thënë të ndjek dhe të lujt rreth Island. Edhe atë, do të thënë, toj me një vend që, do të thënë, nuk kemi shumë privatësi. Do të thënë, kum shit veç i shoh me nanën tjetër. Sepse për shkak s'kemi më mure, po i kemi me vetrin xhami shtëpinë apo jo? Po, është dritare të hapëna, edhe jetoj me një townhouse, kështu që këshit e kemi përballë dhe edhe nuk kemi shumë privatësi, për fat keq. Si të qoftë nga ajo gjallë, lindi kjo ide për libër, sepse në vazhdimisht të luajt me djalë, do të thënë të bëj gjeste të ndryshme, sikur ashtu si arush, si majmon e tjera. Pikërisht kjo ka lindur din ideja e kësaj libra. Pra se çfarë mund të shohin në komshin. Në ato momente po mendoje për veten se si mund të dukesh e komshinve gjatë kohës që po argëtoje. Në libër shfaqet, do të thënë, arusha, zezë, lepuri, kanguri, dinosauri. Po, me siguri që të gjithë këta komshinët, edhe pse duhet të jenë të rritur në moshë, do jenë shumë kureshtar që ta lexojnë librin, edhe aq më shumë që ju i publikoni në 2 gjuhë, në shqip edhe në anglisht. Deri tani, ku keni parë se ka më shumë interes për gjuhën shqip apo anglisht për këta libra? Vërtet është se më shumë interes ka për gjuhën shqipe. Vetëm gjë që për mua personalisht, sidomos edhe fakti që kam i prezantuar librat në ACDA dhe Book Festival, mendoj se nuk e di se ku është niveli i gjuhës shqipe për fëmijë. Prandaj kam edhe në mendje që të pyes të fëmijën, do të thënë ku, fletni pak shqip, shumë apo hiç, që të dihen që shumë kontaktu me ta. Pse mendoj që prap edhe pse është prindërit kanë dëshirë të blejnë librat në shqip, është fëmia nevoja e fëmijës, që ka nevojë për fëmia. Çfarë grup moshe ja referoni librat? Pra, ju keni një target të caktuar grup moshe? Faktikisht çdo njëra është pak shumë ndryshe. Tipi Magic është 9 deri në 12. Okej. What May the Neighbors See, do të thënë dikon 12 muaj deri në 3 vjet. Okej. Dera çudis po ashtu është për një moshë pak më të vogël, do të thënë 1 vjet deri në 4-5.
Flaka ndryshon për atë dheun, edhe ajo është për moshë pak më të rritur, do të thonë 9 deri në 12. Por pak a shumë 9 deri në 12, por edhe moshat më të vogla është një gjuhë shumë e thjeshtë që përdoret, edhe besoj se prezantimi në shqip ndoshta do të ishte një vlerë e shtuar nëse këmbgulnit që ta bënit në shqip, pavarësisht se sa njohuri mund të kenë fëmijët. Por nuk ngelet pas edhe ideja që pasi bën një prezantim 5 minuta në shqip, mund ta bësh edhe në anglisht, edhe kështu e kap audiencën në të dy kahet. Edhe vetë ilustrimet, do të thonë tregojnë, e japin tregimin. Kështu që edhe për djalë, do të thonë gjatë viteve, do të thonë fillim, për cilë të gjëra më elementare, mëse ne edhe hyn më në detaje. Po, e kuptoj. A ka ndodhur që prindër ose gjyshër të kërkojnë të porosisin një libër edhe ta mendojnë si një dhuratë për fëmijën, pra për Krishtlindje, për vitin e ri, për ditën e fëmijëve, pra a ka arritur këtu niveli i komunitetit shqiptar që ta mendoj librin si diçka që duhet dhuruar, sepse unë e përmenda pak në fillim që jemi në epokën e teknologjisë, ku sot të gjithë fëmijët i shef me një telefon në dorë, edhe nuk më duket sikur janë larguar nga libri, edhe pse nuk e di se si është realiteti, pasi vetë nuk kam fëmijë. Si është? Ka, më shumë prindrit që e kam vrejt, po ka edhe më në moshë që do të vlerësojnë, kanë dëshirë të dhurojnë fëmijëve një libër, po. Njëkohësisht edhe konsulata e Shqipërisë ka dhuruar librat e mia në ditën e fëmijëve në TAV, atë gjë shumë e kam vlerësuar. Në fakt edhe po nuk u servire libra fëmijëve, nuk ke si të pretendosh pastaj që ata të kenë dashuri për librin apo të duan. Pra është detyra e ne të rriturve që t'ua ofrojmë librin fillimisht. Patjetër. Jam kurioztare të di për sa u përket kostove, po marr për shembull këtë librin e parë, nuk e di nëse nuk e ka një çmim këtu. Sa kushton një libër i tillë për fëmijë? Në web faqen time i shes 16.99, por zakonisht kur jam në evente që jam unë personalisht prezent, i shes për 10. Me një fjalë, $10 deri në $20 është një libër, që është një vlerë shumë simbolike, nuk është se është një vlerë shumë e shtrenjtë ose një vlerë shumë e lartë dhe një familje nuk mund të asigurojë një libër për fëmijën e tyre. A ka ndodhur ndonjëherë që të takosh një familje ose prindër të cilët kanë dëshirë që të blejnë libra për fëmijët, por nuk kanë mundësi? Më kanë ndodhur këndër Komitetit Kanades. Po njëkohësisht edhe fëmija që ishte të prezente ishte pak më në moshë. Kështu që në atë moment ka duhet që t'ja ofroj në shënqime më të vëlletshëm, por ndonjëherë nuk mënon në të momente. Jo, po pyes për të kuptuar pak a shumë që çfarë është që në një farë mënyre po i mban fëmijët ose të rinjt pak më larg nga libri. Pra, kostot në një farë mënyre mua nuk më duket se janë problem. Ndoshta është teknologjia dhe se çfarë fëmijët kanë dëshirë. Me aq sa ju keni parë në komunitetin shqiptar edhe më gjerë, çfarë mendoni se kanë dëshirë fëmijët të lexojnë ose të rinjt që të lexojnë? Çdo fëmijë është shumë individuale kjo gjë. Do të thonë çdo fëmijë është ndryshe. Do të thonë një 12 vjeçar, për shembull, ndoshta të shpreh interes në këtë libër, po një 12 vjeçar tjetër ndoshta nuk ka as pikë interesi. So, është shumë individuale për i fëmijës. Çdo fëmijë, do të thonë zhvillimi i fëmijës është ndryshe. Por nëse e krahasojmë, sepse duhet të bëj këtë kontrastin mes teknologjisë që t'i ofron imazhet e gatshme, çdo gjë të gatshme, nuk i lë asgjë imagjinatës tënde. Pra, a kemi ne sot një brez që kërkojnë që të rritet duke zhvilluar imagjinatën, sepse nëse kthehemi vite pas, të paktën në Shqipëri ne nuk kemi patur shumë kanale televizive, kohën televizive të paktën kur kam qenë fëmijë kishim të kufizuar, mund të kishim vetëm një ditë në javë, 1-2 orë që do ishte një emision për fëmijë dhe kaq nuk shifje më gjë. Dhe çfarë na ngelin? Ne ngelishim vetëm librat, edhe aty në libra na dukej sikur ne përjetonim përralla ose zhvillonim imagjinatën tonë. Por sot duket sikur kjo gjë nuk funksionon më, sepse çdo gjë e ke të dhënë në pëllëm të dorës nga teknologjia. Si e shikon këtë? Është një sfidë mjaft e madhe, edhe nuk është sëmërshme i dallu. Janë totalisht ndara.
me djalë e vogël, domethënë ja kemi filluar në moshë shumë të vogël. Tanë sa po 6 muaj, sa ka mujt atë me lejt, kështu me qëndru ullën mirë. Kemi filluar në moshë shumë të vogël, kështu që po t'ja japi teknologjinë, patjetër që do të fiton ajo. Është shumë sfidë e vështirë është, po duhet ta balancojmë. Pra, duke qenë nganjëherë se prindrit janë kaq të ngarkuar për sa i përket ditës së tyre, punës, angazhimeve që kanë, edhe në një moment caktuar thonë më mirë po i lë telefonin që të më lër të shet 5 minuta sa të mbaroj dhe këtë detyrë që kam në dorë. Dhe ndoshta ky është edhe gabimi që bëjnë pa e kuptuar ndaj fëmijëve të tyre. Jeta është plot sfida. Ju më thatë pak më parë që keni ardhur në Kanada si emigrante gjatë viteve të luftës, pra keni qenë në një moshë fare të re, 9 vjeç, një fëmijë i vogël. Çfarë do të thotë për ju fjala shtëpi sot në këtë moshë? Shtëpi do të thotë një vend, pa marrë parasysh se ku është ai vend, do të thonë dikun ku ndjehesh rehat, ku e ki dikon që e don edhe e don. Do të thonë, pikërisht kur e pyet këtë pyetje, më shkon mendja te halla ime më e vogla. Do të thonë ku jam botë me të e ndjej veten si në shtëpi. Me cilin nga dy vendet je më lidhur, me Kosovën apo me Kanadan sot? Nuk mund të them që as me një as me tjetrën janë të dyja të vlerësoj si shtëpia e mia. Do të thonë, kur jam këtu, them kur të shkoj në shtëpi mrapa në Kosovë, prandaj kur jam atje, them kur të kthina në Kanadë në shtëpi. Të dyja i kam për zemër dhe nuk mund të ceke. Si jeni munduar ju edhe familja juaj që ta ruaj identitetin shqiptar? Pra, e dim që ju nuk është ikët me dëshirë, ikët atëherë të detyruar për shkak të luftës, por di që edhe dëshira e të gjithë atyre prindërve që u detyruan të marrin fëmijët, familjet edhe të shkojnë të emigrojnë në një vend tjetër, ka qenë shumë e madhe për të ruajtur traditën, identitetin shqiptar. Çfarë bëhej në familjen tuaj për ta ruajtur këtë identitet? Fillimi që kemi marrë si refugjat, do të thonë, jemi kanë me familje tjera shumë shqiptare, cila në kanë ndihmuar shumë atë për me mujtën gjuhën, me majtën kulturën, traditat. Do të thonë, tani, do të thonë, festat që i mbajna, veshje kombëtare, gjuhën, tani edhe që shkruaj shqip, është kënaqësi. Në familjen tuaj besoj për shumë vite është folur shqip apo jo? Kur jeshit fëmijë. Çfarë ndjesie të ka dhënë për kur ke vizituar Kosovën për herë të parë? Pra, ti e lënë në një moshë të vogël, 9 vjeç, nganjëherë shumë gjëra i harron, nuk i mban mend, por ke edhe kujtime, sepse je në një moshë të konsiderueshme për të pasur ca kujtime. Çfarë ndjesie pate kur pas ikjes, pra pasi mbaroi dhe lufta dhe Kosova u çlirua, u bë një shtet, ju shkuat aty, çfarë ndjesie patët? Shumë ndjenja të përzira, sepse ishte kënaqësi, do të thonë, të kthehemi në vend të lirë, në vend tonë. Do të thonë, të mundem me vizitu hallet, xhallaret, tezet, dajën e tjerë. Për një njëjtën kohë, kur e kemi pas shtëpinë që është tërësisht e djegur, ajo është një dhimbje që, do të thonë, një vujtje. Po ashtu edhe gjyshja ime, se jam shumë emocionale kur flas për të. Gjyshja ime, do të thonë, nuk është bërë mirë mas luftës. Është një humbje e madhe për ne. Nuk është e vetvetja mes ne. Do të thonë, herën e parë kur ka shku babai në Kosovë, nuk e ka njoftë. Dhe ai ka thënë edhe nuk jeti djali im, nuk jeni ju, edhe Fëmijët e mi. Është shumë vështirë kemi pritur këtë. E kuptoj. Ndoshta në atë periudhën kur isha si fëmijë, nuk e kam vlerësuar atë shumë, por tani me moshë, edhe kur ta menoj, edhe më bën më ndjej shumë ndjenja më të forta. Duke qenë se preke këtë dua të pyes, a e përjetojnë fëmijët e emigrantëve ndryshe luftën ose historinë e vendit të tyre? Pra, është ndryshe kur ti jeton në Kosovë, ishe fëmijë deri aty dhe ishte lufta, por ti ishe dhe ta përballoje aty atë, ndoshta edhe në krah të gjyshes. Por ju u detyruat që të ikni për të shpëtuar ju, babai mendoi diçka, la nënën e tij pas, apo
mami jot mund të ketë lënë nënën e vet pas, edhe pastaj kur kthehesh e gjën ndryshe. Si e përjeton këtë? Se është ndryshe një fëmijë, për shembull, një fëmijë emigrant, unë jam emigrante, kthehem pas edhe kam një përjetim tjetër për vendin tim, po kur iki si e detyruar, po them, nga vendi im, çfarë përjetimi ka? Do të thënë, ishte kënaqësi për më kthyer edhe si thash, me mujt me vizitu e familjarët, edhe do të thënë, jemi ka një moshë ku më votu e lirin. Do të thënë, prindet e mi, do të thënë, kanë ndihmu shumë Kosovë. Tjerë familjarë që kanë pas nevojë. Dhe kthimi mrapa ka qenë edhe një gjë shumë i bukur. Edhe po ashtu kur jemi kthyer për herën e parë, kam pas mundësi të takoj edhe hallën e madhe, edhe migjen që i kisha parë për së pari herë. Sepse ata ishin në Gjermani, kur ne ishim në Kosovë, ata ishin në Gjermani. Edhe na pastaj ikëm në Kanada të vendosëm për më kthy mrapa. A shkoni shpesh tani në Kosovë? Tentojnë të shkojmë çdo 2-3 vjet. A keni akoma pjesë të familjes atje, apo shkoni vetëm për nostalgjin? Jo, kemi familjarë. Në gjithë këto vite, çfarë ndryshimi e shikoni? Që nga momenti që ikët, që e latë Kosovën në luftë, pastaj e gjetët me një shtet të krijuar, edhe gjithë këto vite që shkoni, a shikoni një zhvillim nëse e krahasoni edhe me jetën këtu? Çfarë ka ndodhur? Fatkeqësisht është shumë ngadalë për shkon, do të thotë zhvillimi. Po të ishte ma i zhvillum Kosova, besoj që do të kisha marrë për konsiderat të jetoj atje. Pra do ta mendoni të jetimin në Kosovë? Faktikisht shpesh herë imagjinoj, do të thënë si mund të jetë atje, por fakti që ka ende shumë sfida. Do të thënë jemi shumë rehat këtu. Edhe të kthehemi në një vend ku nuk kemi ratin e njëjtë, do të jetë shumë vështirë për neve. Por ndoshta edhe fëmijët mund ta kenë pak më vështirë që të përshtaten tani pavarësisht se ti ke nostalgjin, aty do ke rrënjët dhe do që të kthehesh, po fëmijët ndjejnë sikur i kanë rrënjët këtu, se këtu kanë lindur, këtu po rriten. Po të kuptoj, po kanë shumë dëshirë të vizitojnë, sa i përket jetesës atje, nuk e di, nuk jam e sigurt. Ti më thej që ke akoma familjar aty në Kosovë. A e din ata që ti shkruan libra për fëmijë dhe si e kanë pritur këtë? Po, shumë mirë kanë pritur, shumë urime nga Kosova. Nuk e di nëse kanë patur mundësi që të lexojnë ndonjë libër edhe të bëjnë një krahasim se si janë librat atje për fëmijë edhe të shikojnë nivelin e librit që ti ofron për fëmijët këtu. Flakën të qenë pra dheun në fakt e kom botu në Kosovë, nga shtëpia botuese e frymëzimi. Po ashtu e kom pasur do të thënë edhe promovimin ato, që ka qenë një experience mjaft e bukur. Edhe do të thënë kom pas mundësi që familjarët të vinë ato, do të thënë të kanë librin. Në këtë libër çfarë përshkruan? Cila është historia? Flakën të qenë për dheun ndjek një tregim, do të thënë një vajzë të vogël, e cila do të thënë mes figurave politike apo muzike, do të thënë e cek qëllimet e saj dhe si me arrit qëllimet. Shumë që ke përmend Shota Galicën, Muratin, pra shkon nga gratë e forta të historisë të gratë e forta në zhvillimin e botës sot teknologjike që po flasim. A ka menduar që në librat e tu për fëmijë të përcjellësh ato që ti ke përjetuar gjatë luftës së Kosovës, por në një gjuhë akoma më të thjeshtë dhe më të lehtë për fëmijët që ta kuptojnë, por mos ta harrojnë, është ideja, atë se çfarë ka ndodhur me të parët tuaj, por edhe me ju se jeni brez që keni përjetuar. Po, në fakt edhe në biblioteka ka shumë libra, do të thënë për nga autorë tjerë që kanë shkruar për provojat e tyre për luftës. E kom marrë parasysh, edhe e kom marrë për konsiderat, por nuk e di, do të zhvillohet në herë, nuk e di. Pse, çfarë mendon se mund të bllokojë në shkrimin e një libri për fëmijë duke rrëfyer të vërtetën e popullit të Kosovës? Nuk është e vështirë që të kuptohet për këtë grup mosh apo? Jo. Po dhe kjo, do të thënë në cek, mjaft detaje ka. Do të thënë në cek që kemi pas vështirësinë e gjuhë, do të thënë anolem, muzikë, shumë
do më tha shumë drejtime ndryshme e cek që vështirësitë e popullit shqiptar. Ata qoftë Shqipërisë apo të Kosovës. Ka patur ndonjë moment gjatë kohës që ke qenë duke u përpjekur që të shkruash një libër ose në momentin që ke bërë atë drafti në kokën tënde se çfarë do bëj dhe pastaj të thuash jo, nuk e bëj dot, po e lë, po tërhiqem, ndoshta nuk jam aq e zonja sa për ta bërë këtë. Pra, a ke patur hije dyshimi ndonjëherë gjatë këtij procesi? Patjetër që ka pas momente që, domethënë, ndonjëherë kur të gjëra të vështira duken më lehtë më tërheq se me përcjell. Por si të qoftë, është një pasion që e bëj me dëshirë. Domethënë ndjej shumë dashuri për librat e mia. Për librat e mia përgjithësi, po edhe domethënë tërësisht librat për fëmijë. Ti më tregove pak më parë që Flaka ndriçon e ke për AD-un e ke publikuar në Kosovë dhe fiks në AD. Besoj librat e tjerë i ke publikuar këtu. Si është procesi i publikimit në Kanada? Pra është një proces i vështirë, duke qenë se ke dhe eksperiencën me çfarë ke publikuar në Kosovë. Çfarë ndryshimesh ka? E vërteta është që, domethënë, si autore pavarur, domethënë, e ki përgjithësi të gjitha. Domethënë, prej draftit, domethënë, manuscript, domethënë, me ditë madhësinë, cilën do me zgjedh, ilustratori, redaktimi, pjesa e biznesit, pastaj marketingu, ka shumë degë që duhet t'i mësosh tërësisht. Po të ndryshon diçka nuk mund të them se edhe Flaka ndryshon për AD-un, domethënë unë kam përgatitur tërësisht librin, ata vetëm e kanë botu edhe promovimin më kanë bërë të mundshme. Pra, doja të dija këtë që sa e vështirë është që në emigrim, po në fakt Kanadaja për ty është shtëpia jote, nuk e shef më veten si emigrante këtu, të gjesh rrugët e botimit, edhe pse këtu mundësit janë më të shumta për hir të së vërtetës, sepse këtu mund të gjesh në platforma nga më të ndryshme, të qoftë edhe në Amazon, mund të bësh publikime, botime të librave të tua ose të gjërave që të shkruan. Ndërsa në Shqipëri të paktën, por edhe në Kosovë, besoj është pak më e vështirë sepse ti duhet u drejtohesh të shkronjave, kalon në një proces më të gjatë për zgjedhje të librit, sepse fluksi i botimeve është edhe më i lartë, edhe duhet që të paraqesi edhe disa standarde që sipas çdo shtëpie që i ka vendosur. Edhe këtë doja të dija që sa e lehtë është në momentin që unë mendoj që të publikoj një libër, këtu në Kanada e kam më të lehtë këtu ta publikoj, apo e kam më të lehtë në Shqipëri, pavarësisht atyre peripecive që duhet të kesh vetë si individ. Këtu në Kanadë janë 3 mënyra të publikimit. Domethënë është hybrid publishing, traditional publishing, edhe po ashtu independent publishing, cilën e kam bërë. Me traditional publishing është shumë vështirë që të më së pari duhet një agent që të merr ty parasysh si autor. Masënej ata nëse i pëlqejnë manuskriptin tanë, ata e përcjellen tek shtëpitë botuese. Edhe është me sa kam dëgjuar është jashtëzakonisht e vështirë. Po thoj se pamundur. Po thoj se pamundur. Do thënë në shumë përqindje vogël arrit që të shkon tek shtëpia botuese. E kuptoj. Ju përmendët pak më parë që do të jeni pjesëmarrëse edhe në panajirin e librit, që në festivalin e librit, si quhet këtu në Kanada, është viti i dytë që organizohet. Keni qenë pjesëmarrëse në festivalin e parë? Në festivalin e parë vetëm librat e mia kanë qenë prezent. 2 titujt kanë qenë Tepiu Magic edhe Dera e Çudisë. Ishte fillimi, sa për kisha botu, kam dëgjuar për që është ka ndodhur në Toronto dhe i kam dërguar librat. Isha prezent për një kohë të shkurtë, por si vjet do të jem pjesë e festivalit. Domethënë do të shfaqej një reading, lexim, po ashtu book signing, në shkrim. E ke zgjedhur pjesën që do të lexosh, ta bëjmë publike para se në fakt pra ta dinë prindrit dhe fëmijët në momentin që do të analizue moshën e fëmijëve që janë të pranishëm. Pra do bësh nga një lexim për secilën grup mosh apo si e ke menduar? Në fakt kemi 2 lexime. Leximi është besoj në orën 11 edhe në 12. Apo në 12 edhe jo, nuk e di. Janë të shtunë, të diel si keni apo në një diellën, me 10 maj. Okej. E cila po është atinja e djalit tim.
edhe duket shumë bukur në një festival libri të festosh ditëlindjen, edhe aq më tepër që ju të gjithë frymëzimin fillestar për të shkruar libra keni patur nga djali. Do ta keni djalin aty të pranesh? Po, besoj që po. Frymëzimi ju. Kur lexon një fëmijë librat e tu, çfarë mesazhi mendon se ata po marrin ose çfarë mesazhi po përpiqesh ti që t'u japësh? Është imagjinat, familje, njëkohësisht të më thënë kulturë, histori, të më thënë flakët e shënë për atë e prek shumë historinë, familje vetëm thash, po, like imagjinat, histori. Unë të pyet edhe pak më përpara në lidhje me shpjegimin që mund të bëjmë për një libër për luftën edhe si mund të shpjegohet. Nëse mund të improvizosh tani, nëse do kishim një tematik të luftës, si mund t'ja tregonim një fëmijë ose t'ja përshkruanim një proces. Pra, po të jap një imazh, është ndjegja e një shtëpie dhe njerëzit që vrapojnë, edhe dëgjojmë dhe krisma armësh. Si mund ta përshkruajmë? Nuk është, si ka një javë me thanë që isha në një bibliotek, edhe ndërsa djali luante mu më tërhoqi vëmendjen e libër. Edhe libra quhej I am both, do të thonë unë jam të dyat. Libra është temën për luftë. Nuk e di se nuk jem sigurt se cila luftë është, por tematika është, do të thonë, ne shkuam në shkollë, mas ne filluam bombardimet, ne u detyruam të largohem nga vendi, hypëm në aeroplan, u largum nga vendi, do të thonë është historia ime 100%, edhe është shumë emocionale është për mua. Ndërkohë djali më beke, "Mam, hajde luaj me mua." Njësë shumë të kemë thënë, pret mamë të lexon këtë libër se është shumë libër mirë. Ishte për mua, do të thënë, është shërem shpirtresht për mua. Po për fëmijët e vegjël si mund ta improvizojmë ne këtë që ta themi me fjalë që edhe mos t'i godasi shumë, por edhe ta kuptoj rëndësinë e asaj që. Rëndësia është që më së miri për shumë vizuale. Do të thënë, sepse fatkeqësisht unë si 12 vjeçare, para se interneti ishte censored, e mbaj mend shumë mirë që kam shikuar në internet, do të thënë masakrat e Kosovës, masakrat e Bosnjë Hercegovinës. Ato normal që më kanë ndikuar shumë negativisht. Kështu që për fëmijët të cekum pikat kryesore, por jo shumë vizuale. E kuptoj. Po për sa i përket fjalorit që duhet të përdorim, duhet jetë një fjalor i thjesht, apo s'kemi si ta themi fjala është luftë dhe ngelet luftë, nuk kemi si ta. Po, fjala është luftë, ngelet luftë, është fakt, po për shembull flakën e qenë për adeun është një faqe më bën tregoj. Të më thënë, të bëhem legendar ashtu si luftëtari ynë i njohur Adem Jashari. Shumë nga dhe ynë kanë pushu që sot ne demokracinë mundem me shiju. Të më thënë, ideja për ilustrime më së pari ka qenë që të mendosi ta që kanë humbur jetën. Po tani ta kthejnë atë pozitivitetin, edhe thash edhe është legendar Adem Jashari, edhe me cek do të më përmend, se pastaj që ka qenë humbje shumë. Përmend të emrin, por vendos një imazh tjetër. Ja. Po tani kthehemi në atë pozitive, do të thënë sot ne mundem të shiju demokracinë për shkak se ai ka luftu. Të përcjellësh mesazhin pozitiv edhe aty kur duket sikur çdo gjë është zi, ka gjithmonë një dritë shpresa. Sa e rëndësishme është që fëmijët të ndihen të përfaqësuar në libra ose në letërsinë për fëmijë? Ka shumë rëndësi. Ka shumë rëndësi, sepse unë si fëmijë refugjat, në atë periudhë nuk ishte shumë libra, do të thënë për refugjat, për emigrim, për lufta. Do të thënë, unë si fëmijë ka pas nevojë, do të thënë, me pa libra ku e shoh me veten. Por fatkeqësisht nuk ka qenë. E ndjerë këtë mungesën, a ke dashur që ta plotësosh në një fazë të jetës tënde që të filloj të lexoja sa më shumë libra për fëmijë, se edhe sot kur i lexojmë duken të bukura ata librat për fëmijë. Po, faktikisht librat për fëmijë
Është Për rregullon sistemin adoleshent nervor. ose jo vetëm librat për këtë moshën shumë të vogël, por duke qenë se tani je rritur, mund të lexosh librat e adoleshencës tonë që kanë qenë më përpara, ato tregimet, përrallat, në një moshë që më të hershme kanë qenë goxha të bukura. Po. Se kuptoj se ka besa edhe terapi, lloj rreth librave. Do të thënë është ekziston terapi që do të thënë është e përdoren për rregullimin e sistemit nervor. Për fëmijë specifically. Pra, mendon se librat në një farë mënyrë mund të shërojnë? Shërojnë, po, shpirtërisht, tjetër. Shpirtërisht, do të thënë ajo sistemi nervor është ajo. Po. Shpirtërisht. Pra një mesazh që mund t'u japim prindërve është që hiqni telefonat nga duart dhe i zvendçoni me libra duart e fëmijëve tuaj, sepse në një farë mënyrë i rrit fëmijë më të ndjeshëm, më të edukuar, por edhe me një vizion më të qartë për botën. Po edhe prindërit do të kanë atë. Do të thënë pikat do të thënë, prindërit do të kanë gatshëm që për fat mirë jam në shtëpi me fëmijë dhe kam më shumë kohë që të shkoj në bibliotekë, të lexoj më shumë, të përkushtoj vëmendjen dhe më të më shumë. Po, si them ti më herët, kur prindrit punojnë, prej 9-5, darka, udhtimi, jetë shumë pa kohë për lexim ose për kohë që në vërtet lidhesh me fëmijë. A mundoheni që në një farë mënyre të gjithë traditën edhe kulturën shqiptare, përveç historisë shqiptare, ta transmetoni tek librat? Pra nuk e di se sa është, për shembull në kultura tim përmendë librin e parë që shkrove, se si djali tentonte dhe vinte tek familja, por më duket sikur familja shqiptare ose nënat shqiptare janë ato nënat që janë më shumë sakrifikuese për fëmijët. Edhe në një farë mënyrë unë e quaj si traditë ose si zakon të vendit tonë. Megjithëse në çdo vend të botës nënat i duan fëmijët e tyre, por janë pak si më të shkëputura, shikojnë edhe jetën e tyre, ndërsa gratë shqiptare në momentin që bëhen nëna ja përkushtojnë të gjithë jetën fëmijës. Në një farë mënyrë, a mundohesh ti për të çosh edhe këto detaje të traditës të kulturës tonë në librat e tu? Sepse unë në fillim kur sapo e hapa dhe lexova, gjë e parë që më erdhi në mendje ishte kjo që nënat shqiptare sakrifikojnë në çdo kohë. Është shumë, të thënë, nuk e ke menduar në këtë kontekst. Është shumë individuale prapë mendoj, nuk mendoj se nana shqiptare janë vetëm ato që përkushton ashtu. Është shumë individuale për njerit. Do të thënë dikush e njeh profesorin më shumë, dikush don të përkushton familjes atë vëmendje, po pesa edhe një gjendje financiare. Po. Është më shpejt me qëndruar në shtëpi me fëmijë. Po çfarë janë disa vlera ose tradita që do doja ti përçoje nëpërmjet librave të tu tek fëmijët? Se përket do të thënë Kosovës, Shqipërisë, do të thënë traditat të Kosovës. Në faktikisht tani për momentin nuk më vjen në mend asgjë, po kam shumë ideja. Një gjë që personalisht unë e kam pasi më thënë si mango, apo një gjë që më ka penguar gjatë viteve, ka qenë në fakti që nuk e kuptua historinë e plotë të Kosovës edhe Shqipërisë. Për shembull, si u nda Kosova për Shqipërisë, si ka ndodhur tërësisht ajo. Kjo është një gjë që vërtet kisha pas dëshirë. Domethënë të shkruaj diçka, veç kam filluar diçka, por të shkruaj edhe të përcjell deri në fund, që domethënë fëmia shqiptare dhe nesër nëse i bën pyetja kush jam unë, edhe çka do të thonë të jam kosovar, çka do të thonë të jam i Shqipërisë. Domethënë të ketë historinë në një mënyrë të thjeshtë. Shumë interesante kjo. Edhe në një farë mënyrë është për të çon historinë, por duke shkruar për historinë, do shkruash edhe për traditën. Ne kemi besën, për shembull besa e shqiptarit që njihet në të gjithë botën, edhe pse mos ta transmetojmë këtë tek fëmijët tanë. Kemi mikpritjen që shtëpia është e mikut edhe e Zotit, themi ne. Unë besoj që kur e kupton historinë e një vendi shumë mirë, atëherë edhe kulturën e vlerëson më shumë. Se për shembull, domethënë që ato lufta që kanë ndodhur domethënë në historinë tonë. Domethënë shpesh më vjen çuditën si jemi, si ekzistojmë si Kosovë. Sepse kemi pas shumë traume, shumë lufta, shumë mundime.
Kanë dashur shumë që të përçajnë. Po, e kështu që edhe për këtë arsye vlerësoj shumë, domethënë, kur kam këtu historinë më mirë, atëherë kam vlerësuar edhe kulturën e traditës më shumë. Të kthehemi tek aktualiteti sot. Bota ka shumë konflikte, konflikti më aktual është ai mes Izraelit dhe Iranit. Çfarë ndjesie të jep kur e shikon nga jashtë, duke ditur se vetë ke qenë pjesë e një konflikti para shumë viteve kur ke qenë dhe e vogël, si e përjeton atë konflikt? Duke menduar gjithmonë ata njerëzit e pafajshëm se politikat në një farë mënyre gjithmonë janë ato që bëjnë kërdin, po e them në gjuhën popullore, por ata që bojnë pasojat janë populli thjesht, janë fëmijët, gratë, pleqt. Faktikisht shumë timsve. Shumë ndjej fort se që lufta kur ka ndodhur në Ukrainë, domethënë e kam pritur shumë afër. Në psikologji quhet mirroring. Domethënë e kam pritur. Domethënë mes televizionit e kam pritur. Po përjetoje historinë tënde. Edhe që nga ato, domethënë e kam marr pak një hap mbrapa dhe më tërheq pak, se e kam pritur shumë rënd. Çfarë do t'i thoshe një fëmijë refugjat që i duhet që të lërë vendin e vet për të shpëtuar nga lufta ose nga ajo se çfarë ndodhet dhe shkon në një vend tjetër? Cila është një këshill që do doje t'i jepje si fëmijë vet që ke qenë refugjat, por edhe tashmë je një nën, një grua e formuar edhe arsimuar që shikon ndryshe botën. Çfarë duhet të bëjë një fëmijë refugjat që t'i mbijetojë në aspektin psikologjik dhe emocional, po them? Është e thjeshtë, edhe veç do t'ju thoya që do të bëhet mirë. Më thënë, fakti që po mundesh më largu nga një situatë aq e vështirë, mësën çdo gjë do të bjen në vend, edhe do të gjejnë vendin e vet, edhe do të bëhet në rregull, do të bëhet mirë. Mund të japësh shembullin tënd, për shembull, si ka qenë jeta jote si emigrante, si refugjate në Kanada, pra nga ato ditët e zymta që ike nga lufta, kur erdhe vështirësitë e fillimit, por ama sot si është jeta jote? Domethënë fakti që kemi pas shumë shqiptarë për më shoqëru me ta, shumë fëmijë në jetën shkollë, në jetën ambient, domethënë e ka lehtësuar shumë, sepse kemi pas dikon që domethënë të luajmë, të qëndrojmë bashkë, të shkojmë në park, domethënë ajo na ka ndihmuar shumë. Socializimi me një fjalë. Po, socializohen sa më shumë me komunitetin e tyre. Me komunitetin tonë, më së pari. Po them për një fëmijë refugjat që duhet të socializohet sa më shumë me komunitetin e vet që të ketë mundësi që ta përballojë. Po, sepse të kuptojnë më mirë brenda komunitetit tënd. Po, domethënë vitet e para është vështirë sepse gjuhën nuk e din, nuk din si të shtrohesh, si të flasësh. Po, besa edhe ka paragjykime, domethënë për fëmijëve të tjerë. Je ndjerë paragjykuar kur ke ardhur në fillim? Patjetër. Nga ana e fëmijëve të tjerë. Fëmija gjithmonë e kanë atë bullëzimin. Gjithmonë ai ekziston, domethënë edhe kudo qoftë gjithmonë ka ekzistuar, por ne si refugjat që ishim nuk flisëm shqip, veshëm ndryshe, ushqimin e kishim ndryshe. Domethënë ato shumë ndikojnë. Si ke kaluar momentet që ke qenë e paragjykuar ose je ndjerë e paragjykuar? Kanë kaluar vetë me kohën apo të kanë ndihmuar dikush? Jo, faktikisht. Kam qenë shumë si fëmijë, kam qenë shumë edhe në rezervuar në mbyllët. Kështu që vetëm e kam majtë në vete, kam qëndruar në vete, mëse ne me kohë kalan. Si është sot një ditë tipike për ty? Si prindër nuk ka ditë tipike. Por një rutinë e ke pak a shumë. Pasi fëmija të shkojnë shkollë, djalin në qirë, kthehem në shtëpi mëngjesin, kafen, dhe drejtohem te kompjuteri që të punoj. Ke një ritual të caktuar për të shkruar apo varet se kur të ka? Për shembull, shumica e njerëzve ose vetë personalisht më pëlqen natën kur nuk piptin asgjë, them unë, qetësia. Faktikisht, edhe me shumë shkrimtarë tjerë kam dëgjuar këtë thënie, që kur të vjen ideja, nuk është rëndësi sa është ora, është natën apo ditën do të shkruash, sepse atë ritmin e hub, ose ka gjasë të harron tërësisht. Po jo, domethënë si prendën vetëm kur kam kohë që e shoh që gjërat këtë janë qetësu, është mirë atë. A ke një autor që të ka ndikuar
qoftë më herët, qoftë tani, për mënyrën si e sheh jetën, për mënyrën si sheh shkrimet e tua? Jo, nuk ka ndonjë të veçantë që mund të cekem. Së qoftë si fillestar kur kemi ardhur në Kanada, muzika ka qenë një gjë që mësuesit që na mësojnë gjuhën shumë kanë inkorporuar me muzikë. Edhe Louis Armstrong, What a Beautiful World. Ajo është këngë që e mbaj mend vitin e parë. Dhe ajo ka qenë ndoshta edhe si një leitmotiv më pas për jetën. Po. Do të thënë, edhe tash në moshë jam e ndëgjoj prapë, se është shumë këngë e bukur, po dhe ma kujton atë periudhë. Nëse nuk do të bëhesh autore librash, çfarë do të bëhesh? Fakti që unë, do të thënë, kjo është nga pasioni, e bëj në pasion. Momentalisht jam në studime, edhe pse vërtet, ndoshta do të ishte ide mirë që ta përcjellë shkrimin, unë tërësisht drejtimi tjetër, business. Por nuk e di, ka shumë idea, po njëjtë kësër do të me përcjell ata që mendon që ki një perspektivë. Po, normalisht, po s'patë perspektivë sot. Çfarë të thoje vetes tënde të vogël si refugjate atëherë? Pra, diçka që do t'ja thuash sot edhe ndoshta do kishe dashur që të ta thoshte ty dikush atëherë. Nëse e përdor zërin tënd, do të thënë në mënyrë strategjike dhe të qetë, do t'ja arrit se njëra nga sfidat e mia ka qenë që është në infirmieri, do të thënë si grua, gjithmonë nuk jam ndjesur kurse më kanë motivu për me arrit. Ndoshta veçon e ndjesh si grua, por ndoshta ka qenë edhe vërtetaj për vëllezërit mi. Por sidoqoftë, nëse përdor zërin në mënyrë të mirë, atëherë do të dëgjojnë, brenda shtëpisë, po edhe jashtë shtëpisë. Shumë e bukur kjo. Çfarë projektesh ke aktualisht në dorë? E kam librin e radhës, i cili quhet Beach Day with Mom, ose Ditë plazhi me nënën. Pastaj jam duke punuar edhe në një projekt tjetër, që është mjaft i madh. Është për Shota Kalicën. Një heroin që më ka shty mu, që më ka frymëzu mu, do të thënë qysh para 100 vite, ajo që do të thënë rritjet e sajna më ka frymëzu shumë. Projekti është, qëllimi është që të jetë animation, feature film. Sidoqoftë, prapë them, është projekt shumë i madh, edhe po, pak nga pak gjërat realizohen, që kështu. Rëndësi ka që ke vendosur një qëllim edhe duke punuar çdo ditë nga pak, çdo gjë arrihet. Do të thënë, ka shumë kënde që është këtë projekt që mund të shkon, por më vjen një ekip. Cila është vështirë të gjesh ekipin, pastaj vetëm kur atëherë të gjesh ekipin, mund të aplikosh për fonde, për grante. Që ta realizosh në fund. Cili është një mesazh që do jepje për komunitetin shqiptar? Që ata t'i lërin gjërat, që nuk të mbështetin, t'i lërin gjërat që nuk mbështetin për të arritur qëllimin tënë, qoftë një mendim, një vend, apo çfarë do qoftë, sidomos ideat. Nëse një ide e ka qëndruar me ty për 20-30 vite, edhe nuk po funksionon, nuk po arrit asgjë me të, lëri atë ide, gjeni në mënyrë tjetër për të menduar, për të parë botën. Provo disa alternativa që të mbijetosh ose të bëhesh i suksesshëm në jetë. Do të thënë, vetëm është mënyra e shikimit, do të thënë, shikoj për një kënd tjetër. Merr një mendim ndoshta që nuk është pe vendit tonë, pe njerëzve tu. Do të thënë, kur lexoj literaturë from like western, apo anglisht, do të thënë, është një botë tjetër. Edhe
janë disa, për shembull, kur e vjen një gjë që po të lën mbrapa, nuk po ki sukses, nuk po arrit leja që dhe do të thonë shiko mendime ndryshme. Merr mendime ndryshme, merr opinione ndryshme. Të falenderoj shumë që ishe këtu me ne dhe mua më ngelin në mund diçka që më the afër fundit që si grua ndoshta nuk je ndier aq e fortë ose si vajzë ose nuk të kanë dhënë atë shtytjen nxitjen për të u kapur fort mbas jetës ose për të arritur gjëra dhe duaj që t'japim një mesazh për të gjitha vajzat edhe gratë që na ndjekin që vajzat edhe gratë janë po aq të rëndësishme në këtë jetë sa që janë edhe djemtë edhe burrat dhe jemi po aq të forta ndoshta edhe më shumë sepse bëjmë shumë punë njëkohësisht. Të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi dhe të uroj shumë sukses në të gjithë rrugtimin tënd. Shumë faleminderit. Është kënaqësi të jem prezent. Faleminderit. Ju falenderoj edhe ju teleshikues, ju lë takim të premten tjetër në po të njëjtën orë. Deri atëherë bashkë mirupafshim.